Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, nga viti 2021, në vend jetojnë 46.433 persona që janë deklaruar si rom. Ata përbëjnë rreth 2.53% të popullsisë së përgjithshme rezidente, e cila arrin në 1.836.713 banor. Këto të dhëna tregojnë se komuniteti rom është një nga komunitetet etnike më të mëdha në vend. Sipas raportit më të ri të OSCE-s, 2025 mbi 30% e romave në Maqedoni jetojnë në varfëri, ndërsa shkalla e papunësisë është 2 herë më e lartë krahasuar me popullsinë e përgjithshme. Për më tepër, rreth 20% e familjeve rome nuk kanë qasje në shërbimet bazë komunale, si ujë dhe kanalizimi, gjë që ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetesës së tyre. Pavarësisht ekzistencës së strategjive për përfshirje, raporti thekson se zbatimi i tyre është i kufizuar, duke kontribuar në vazhdimin e përjashtimit social të komunitetit rom. Në ditën ndërkombëtare të romëve, qytetarët u shprehen të diskriminuar dhe jo të barabartë me qytetarët e tjerë. Gjithashtu, romët thanë se kanë të rinj të arsimuar, por që nuk janë në pozita sepse udhëheqësit e shtetit nuk i pranojnë dhe i injorojnë. Po Momentalisht po. Dobët është puna. Për shembull, unë në Tekno Metal kam qenë 40 vite, të rinjët nuk i pranojnë, edhe atje ku duhet t'i pranojnë nuk i marrin. Nuk e di cila është arsyeja, por kryesisht nuk i pranojnë. Firma jonë është shkatruar. Tekno Metal ka qenë e njohur, tani jo, unë jam pensionist dhe kaq, jam i kënaqur. Ndërkaq, një tjetër qytetar theksoi se janë të bllokuar, nuk janë askund në ndonjë institucion publik apo shtetëror ku shprehet se ata nuk funksionojnë. As pak nuk ndihemi barabartë me qytetarët e tjerë sepse jemi të bllokuar, nuk jemi në ligj, nuk jemi në pushtetin ekzekutiv, nuk jemi askund në ndonjë institucion publik apo shtetëror. Do të thotë nuk funksionojmë, ndërkohë që jemi 120.000 rom në Republikën e Maqedonisë. Po ne kërkojmë të jemi të përfaqësuar në të gjitha institucionet e shtetit. Së pari nuk jemi në ligj, prej kohësh nuk kemi deputet, nuk kemi përfaqësim në ekzekutiv, nuk kemi në ndërmarrje publike ndonjë drejtues apo drejtor. Po ashtu, kanë marrë pjesë dhe kanë uruar ditën ndërkombëtare të romëve në Shutk, kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski dhe kryetari i komunës së Shutkës, Kurto Dudush.